Në këtë video do mësoni prap nga informacionet e jashtëzakonshme vetëm me ditën e lindjes. Dhe shikoni, dëgjoni në cilën grup bën pjesë personi i zemrës tuaj dhe çfarë ndodh me çfarë personi është, çfarë karakteristika ka dhe më shkruani më poshtë në komentet tuaja që vërtet është e vërtet, apo nuk e dini, të më thënë këto njohuri që po mësoni. Atëherë, te grupi parë janë personat që kanë lindur në datën 2, 11, 20 dhe 29. Kjo është dhe për femrat dhe për meshkujt. Këta persona që janë lindur në këto data janë njerëz me shumë intuit. Dinë si të ndikojnë tek të tjerët dhe shpesh të rreqin njerëz rreth tyre. Por në dashuri janë shumë romantik dhe të ndjeshëm. Dhe më shkruani a është kështu. Grupi tjetër, grupi 2, janë personat, femra ose meshkuj që janë lindur në datën 3, 12, 21 dhe 30. Këta persona janë shumë këmbgulës dhe me karakter të fortë. Nuk pranojnë lehtë mendimet e të tjerëve, por kur duan dikë, bëhen njerëz më mbështetës. Personat e lindur në datën 4, 13, 22 dhe 31 janë persona prefekt dhe kërkues. Duhet që gjithçka të jetë në rregull dhe të organizuar. Janë besnik dhe shumë serioz në marrëdhënie. Grupi tjetër, personat e lindur në datën 5, 14 dhe 23 janë shpirtra të lirë, adhurojnë ndryshimin, udhëtimet dhe aventurat, nuk durojnë kufizime. Personat e lindur në datën 6, 15 dhe 24 janë shumë familjar dhe të dashur, kanë zemër të madhe dhe kujdesen për të gjithë. Shpesh vendosin të tjerët para vetes, këtu kujdes. Personat e lindur në datën 7, 16, 25 janë personat me shumë intuit dhe shpirtëror. Mendojnë thellë dhe kërkojnë kuptimin e jetës. Ka nevojë për qetësi dhe kohë me veten. Prandaj mos u mërzisni nëse keni një partner të lindura në këtë datë. Nuk është që nuk ju përfill, por është nevoja e shpirtit që të rri pak në qetësi. Dhe shpeshherë e bëj dhe unë këtë. Personat e lindur në datën 8, 17 dhe 26 janë personat që janë lindur për sukses dhe për para. Kanë aftësi për biznes dhe udhëheqje. Kur besojnë tek vetja, arrin shumë. Personat e lindur në datën 9, 18 dhe 27 janë personat me shpirt shumë human dhe të ndjeshëm. Duan të ndihmojnë të tjerët, kanë zemër të madhe dhe shumë empati. Më shkruaj datën e lindjes tënde, të partnerit tënd dhe komento, shiko në cilën kategori është personi juaj. Të gjitha këto janë nga informacionet e jashtëzakonshme që bëjmë analizën e plotët të artës të kontratës së shpirtit me kodet e dritës. Në qoftë se dhe ti që shikon dhe të pëlqen të mësosh më tepër dhe jo pak, por shumë njohuri, vetëm me ditën e lindjes, kërko të bësh kontratën e shpirtit tënd, vetëm me ditën e lindjes. Gjithashtu, mund të kërkosh dhe të bësh kontratën e shpirtit tënd me shpirtin, me partnerin që je martuar deri tani, ose një partner ku do t'ju shkojë e gjithë kjo marrëdhënie, për biznesin tënd që ke krijuar si do të shkojë, të mësosh gjithçka nga viti në vit dhe çdo muaj nga muaj në muaj dhe nga dita në ditë gjithashtu. Për të gjitha jam Erita Cake, mentore, terapiste, shkrimtare, për të ndihmuar të lirosh plagët, zhgënjimet, trashëgimitë, çfarëdo që të ka munduar deri tani dhe për të udhëhequr për një zhvillim tënd personal akoma dhe në qoftë se nuk e filluar që nga fillimi dhe kudo që të arrish në çdo
shkallë që të ngjitemi bashkë me duke dhënë dorën dhe të treguar dhe me përvojën time, po dhe me mënyrat e ndryshme që kam dhe metodat në individ, gjithashtu dhe me grupe. Mund të ndihmoj vetëm kur ti je gati të ndihmosh veten tënde. Ju dua shumë dhe mund të më gjesh në TikTok, në Telegram, në WhatsApp, në Viber, në YouTube, Flutra me Fat 333 dhe dëshiroj, në qoftë se dëshiron edhe ti të mësosh më tepër informacione, të komentosh, të bësh regjistrimin dhe të shpërndash këto video dhe me njerëz të tjerë, sepse çdo gjë që ndahet dhe shpërndahet me dashuri, të gjitha të energjinë të vijnë shumë erë e shumë fishuar tek ty. Ndihmojmë veten tonë dhe të tjerët. Telefoni im është 0030 699 321 46 37. Të dua shumë dhe të uroj të kesh një ditë të bukur dhe kurdo që ta shikosh këtë video, është për ty, nuk të doli kot.